Pas denoncimeve të ditëve të fundit se vajza të njohura si eskorta kanë hyrë brenda institucioneve të vuajtjes së dënimit për të ofruar shërbime seksuale për personazhe të botës së krimit, detajet të reja shokuese kanë dalë në dritë mbi korrupsionin galopant pas hekurave. Ish drejtuesi i lartë i policisë Shemsi Prençi dhe avokati i njohur Arber Hoxha në një studio televizive kanë zbardhur me shifra konkrete se si funksionon biznesi dhe rishfeti brenda burgjeve shqiptare. Ish zyrtari i policisë Shemsi Prençi hodhi akuza të drejtë për drejta ndaj krerëve dhe zyrtarëve të burgjeve, duke deklaruar se skema e futjes së eskortave brenda qelive kërkon shuma të jashtëzakonshme parash, të cilat shkojnë për rishfete dhe rregullimin e dokumenteve false. Kushton 10.000 euro për të futur një eskort brenda në burg. Parat i marrin zyrtarët, ndërsa vajza merr tjetër pagesë, po ashtu paguajnë veçmas edhe për të nxjerrë lejet përkatëse për ta futur në institucion. Sipas tij, çdo gjë është e mirë organizuar dhe asgjë nuk ndodh pa miratimin dhe përfitimin e strukturave që drejtojnë këto institucione. Nga ana tjetër, avokati Arber Hoxha u ndal te luksi tjetër i ndaluar në burgje që janë telefonat celular. Ai tregoi se çmimet për të pasur një komunikim me botën jashtë janë të kripura dhe funksionojnë me një lloj takse të përmuajshme. Për të futur një telefon brenda në burg kushton 1.500 euro, por nuk mbaron me aq, pasi për ta mbajtur atë pa u sekuestruar çdo muaj paguhen nga 300 deri në 500 euro, zbuloi avokati Hoxha. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.